Hi, this is Mary calling from Slice. We have an order for you for a pickup. They want a large stromboli with green olives, jalapenos, pepperoni, and Italian sausage. The customer left a $5 tip, and the total is $60.96. How long will it take for this order? 20 minutes. Thank you very much and have a great night. Bye-bye. Kështu është 24 orë në kallqendrën e kompanisë Slice në Dibër. Mbi 10.000 pizzeri në Shtetet e Bashkuara shesin pica të porositura përmes operatorëve tanë. Kanë filluar para 8 viteve me 2 tavolina pune në Dibër, u rritën në brend me mbi 400 të punësuar. Themeluesi Ilirsela është Dibran në Gurbet, në tokën e premtuar. Aqej vuri edhe themelet e kompanisë Slice, e cila kompani për pak kohë u bë brend i njohur në tregun amerikan. Biznesin e vet Iliri e filloi duke rregulluar internet faqet e familjarëve dhe miqve të tij, të cilët kishin pizzeri në Amerikë. Pasi që prodhimet u bën të dukshëm, Iliri zhvilloi biznesin përmes internetit, por e gjithë kjo nuk shkoi aq lehtë, pasi që ky biznes kërkonte angazhim dhe njohje solide të informatikës. That is the number one reason why we started hiring people in Dibër way back in 2010. It was people who can come in and do data entry. We call it menu entry. Doing amazing work. Providing 24-hour customer service was very hard to just do that in New York. So we started hiring people in Macedonia for those things. But it was really difficult finding the right team members, the right employees for us to continue to grow and scale. And this is where Macedonia has been so important for Slice. Edhe pse nga familjarët dhe shokët kishte dëgjuar se në Maqedoni jetohet rënd, kjo gjë Albani nuk e frigoi që të blej biletën vetëm për një drejtim, edhe atë në drejtim të kundërt, nga Shtetet e Bashkuara në Maqedoni. Ai tani është menaxher i suksesshëm në zyrën e Slice-it në Ohër. E dum këtë vend, na merr malli për këtë vend si besoj që këtë edhe kur përçarve, u mungon vendi vet. Edhe ne thjesht doshim ta provojmë vet, a me vërtet është aq vështirë të jetosh në Maqedoni siç e thonë njerëzit. Në zyrat e Slice-it në Dibër dhe Ohër punojnë shumë persona të rinj me përkatësi të ndryshme nacionale dhe religjioze, por të gjithë flasin një gjuhë, anglisht. Kompania amerikane Slice, e cila vepron nga Maqedonia e që furnizon me ushqim qytetarët amerikan, ka mbi 300 të punësuar vetëm në Dibër e Ohër, njëkohësisht ka mundësuar të rinjve nga këto qytete që shumë shpejt të ngriten në karrierë. It's good. It's a good story. Investojmë shumë në punëtorët që ato të rriten dhe të bëjnë punë të ndryshme. Sidomos punë që ato mund t'i bëshin në vendet tjera, vendet jashtme. Jo shumica, po kretë punët që i bëjmë ne këtu. Këtë zyrë janë punë që bëhen edhe në Amerikë. Account management. Account management edhe në Amerikë. Customer service edhe në Amerikë. Emilia Petreska nga Ohri është e punësuar ndër të parat në zyrën e Slice-it në Ohër. Sot nga pozicioni i liderit të ekipit, ju bën thirrje të rinjve të rrinë në shtëpi, mos të lëshojnë vendin dhe të aplikojnë në Slice. Јас не планирав да останам во Македонија, меѓутоа, кога ја најдов оваа работа, мислам дека не би одела да сакам на никое друго место, затоа што тука има стварно многу можност да се изградиш како личност, како професионалец, затоа што има можност да унапредуваш во својата кариера и да учиш многу нови работи, каде во никоја друга фирма јас не мислам дека немам можност да ги научиш. Por Slice nuk është vetëm kallqendër, por në këtë kompani punohet nga marketingu deri tek kontabiliteti i pizzerive, të cilat bashkëpunojnë me Slice-in. Really, the offices in Dibër and Ohrid are an extension of our business. It is not a call center where, all we do is, phone restaurants or try to do sales. It's really a career path, I believe, for now hundreds of people. Biznesi me shiqjen e pizzave në Shtetet e Bashkuara daton qysh para 113 viteve, e që në 40 vitet e fundit është rritur në industri me qarkullim miliarda dollarësh. Por edhe ajo
nuk është imune në kohët e krizës. Duke i shfryzuar teknologjitë e reja, pizzeritë dhe restorantët që bashkëpunojnë me Slice-in janë të kënaqur, thot Albani, duke thënë që bizneset e klientëve të tyre shënojnë rritje nga 4 deri në 6 herë. Na falenderojnë se me vërtet u kemi ndihmu që të ardhurat atime të rriten. Kemi shumë njerëz, sidomos nga rrethti jon këtu në Ballkan, që ne bisedojmë rregullisht, na tregojnë se para Slice-it thjesht biznesi ishte në nivel ku mundet edhe të mbylleshte. And then my question was, can we build something on that same page or we will just redirect that page? So what I would say is you have to be driven, you have to be motivated, and you have to work really hard for a long time. And if you do that and you have a vision and you have the goals and you just work tirelessly around those goals, I think everyone has the opportunities to succeed at the highest levels.